Rikonstruksioni i Kinemas Republika po i afrohet fazës finale, pas një ndërhyrje tërësore në infrastrukturë, arredim dhe teknologji. Projekti ka përfshirë rikonstruksionin e plotë të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, duke kthyer këto objekt në një hapësirë kulturore moderne dhe të standardeve bashkëkohore. Drejtori i përgjithshëm i ndërmarrjes së mirëmbajtjes së objekteve publike, Joseph Kulla, konfirmoi se punimet kanë qenë intensive dhe tashmë ndodhen në ditët e fundit të përfundimit. Si që shikoni, të Kinema Republika, për disa kohësh kanë fillu punimet. Punimet janë përqendruar në gjitha ambientet e Kinema Republikës. Aktualisht po punojmë në dy ambientet, ambientin e jashtëm dhe ambientin e brendshëm. Te ambienti i jashtëm është bërë ndërhyrja te shtrimi i pjesës së oborrit, shtrimi i pllakave, ndriçimi edhe pjesa e ulëseve, ndërsa te pjesa e brendshme është bërë ndërhyrja te pjesa e ulëseve të publikut, është bërë te audioja, është linolumi, është edhe moketi që është bërë ndërhyrja që do të bëhet e bateri, njëkohësisht është edhe ambienti i brendshëm që është bërë te pjesa e tualeteve, pjesa e savatimeve, pjesa e elektrikeve, ndriçimi dhe ambientet të brendshëm, kondicionimi. Kështu që besoj se brenda pak ditëve do të jetë një kinema modern, ashtu siç e meriton edhe kinemaja që është Kinema Republike e qytetit të Shkodrës. Me këtë investim të rëndësishëm, Kinema Republika së shpejti do të hap dyert për publikun, duke ofruar komoditet, teknologji të avancuar dhe një përvojë të re argëtimi për shikuesit.